Richard Grenell, ish emisari i posaçëm i Donald Trump për dialogun Kosovë-Serbi, ka rikthyer retorikën e tij të zakonshme. Këtë herë duke hedhur akuza të drejtë për drejta ndaj presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për atë që ai e quan hipokrizi dhe heshtje për padrejtësi ndaj Hashim Thaqit. Grenell, tashmë një figurë gjithnjë më e lidhur me rrjetet nacionaliste serbe, përdor çdo hap të tij për të rimodeluar rrëfimin për drejtësi ndërkombëtare në Ballkan si një operacion i kontrolluar politikisht nga Bashkimi Evropian. Në vend që të flas për progresin demokratik në rajon apo për përballjen me të kaluarën, Grenell merret me goditje personale dhe sulme ndaj zyrtarëve më të lartë të Bashkimit Evropian. Në deklaratat e fundit ai akuzoi von der Leyen për heshtje ndaj sipas tij burgosjes së padrejtë ish presidentit të Kosovës. Pa asnjë argument të religjor, pa referenca ndaj vendimeve të dhëna apo procedurave konkrete, Grenell kërkon që opinioni ndërkombëtar të harrojë krimet e pretenduara të luftës dhe të përqendrohet në një narrativ të personalizuar të viktimizimit politik. Kjo është retorika që ka dominuar që prej fillimit të gjyqit ndaj Thaqit në Hag, drejtësia si persekutim, jo si proces i domosdoshëm për të ndërtuar paqe të qëndrueshme. Kur kritika ndaj BE-s vjen nga një ish zyrtar që është dekoruar nga Aleksandar Vučić me urdhër të lartë shtetëror serb, të gjithë duhet të pyesin kush kujt i shërben. E pabesueshme është me sa lehtësi Grenell flet për standarde të dyfishta, ndërsa ignoron qëndrimet e pavarura të gjykatës speciale formuar me votën e Kuvendit të Kosovës. Në vend që të mbrojë interesat e Kosovës, ai është vendos vëmendjen nga integrimi euroatlantik drejt lojrave të rrezikshme me influencë amerikane të radikalizuar që përfaqëson një segment të politikës së jashtme të Trumpit, jo politikën zyrtare të Washingtonit. Në këtë mes, Bashkimi Evropian hesht Ursula von der Leyen nuk është përgjigjur ndaj akuzave dhe megjithëse nuk do ta bëjë, por heshtja europiane nuk duhet ngatruar me dobësi, është sinjal që BE nuk ka ndërmend të hyjë në një luftë batutash me diplomatë të shpartalluar nga politika e brendshme amerikane. Kosova ka nevojë për partnerë që e ndihmojnë të ndërtojë shtet, jo për zëdhënës të individëve që përballen me drejtësinë. Ndaj mbrojtja që Grenell i bën Thaqit nuk është as mbrojtja e Kosovës as ndihmë për paqen, është thjesht një zë i instrumentalizuar që përdor Ballkanin si skenë për një garë tjetër pushteti e cila nuk ka të bëjë me të ardhmen e shqiptarëve.